Shkojmë tek një betej e vitit 1862 që është rikthyer në Meksik. Qindra qytetarë në Puebla morën pjesë në rikrimin historik të betejës së famshme kundër forcave franceze të vitit 1862, një nga ngjarjet më simbolike në historinë e Meksikës. Të veshur me uniforma ushtarake të kohës, pjesëmarrësit interpretuan skena reale të përplasjes së njohur si Beteja e Pueblës, ku ushtria meksikane arriti që të mposhte trupat franceze më 5 maj 1862. Kjo ishte padyshim një nga aktivitetet e organizuara në kuadër të përkujtimeve tradicionale të 5 maj, ditës përkujtimore të dëshmorëve, një festë e cila simbolizon rezistencën dhe krenarin kombëtare meksikane, po kam përshtypjen në çdo vend të botës 5 maj është një rikujtes për ta bërë këtë. Qytetarë, turistë dhe familje të shumta ndoshën nga afër shfaqjen historike, e cila u shoqërua me parada, me muzikë dhe interpretime artistike. Organizatorët theksuan se qëllimi i aktivitetit është ruajtja e kujtesës historike dhe përcjellja e saj te brezat e rinj përmes përjetimit të drejt për drejt të historisë. Okej. Interesante, vetëm rikrijimi i skemës, po në një kohë të tillë ajo çfarë na duhet është paqja.